Mirëmbrëma dashur teleshikues, jemi këtu në bashkëpunimin ton të emisionit Qëndrim nga unë Tedi Mene në Albanian Community TV me RTV Nacional me Mujo Bushpapaj. Në këtë bashkëpunim, sonte do të flasim për përmbledhjet e fundit dhe zhvillimet e fundit në Republikën e Shqipërisë, qoftë politike, ekonomike apo kulturore. E falenderoj Mujon edhe një herë për këtë bashkëpunim tonin. Besoj se ky muaj ka qenë tepër i nxehtë me zhvillimet e fundit, qoftë nga puna që po bëhet nga drejtësia, qoftë nga protestat e njerëzve dhe pozicioni i vështirë që është vënë pushteti në Shqipëri. Do ta nis pak, dua të them Mujos një pyetje shumë të përgjithshme. Pra po shohim gjithë këto protesta, të cilat jo më kot po bëhen në këtë periudhë kohore. Pse? Sepse pretendohet se kjo është një nga pikat më të ulta të pushtetit. Pra kjo është një nga pikat më të ulta të Edi Ramës. Tani, a është e vërtet që Rama gjendet në një nga pikat më të ulta dhe me që gjendet në këtë pikë të ulët kohore, ne duhet të reagojmë në protesta masive qytetare dhe si mund ta vërtetojmë këtë pikë të ulët. Pra me çfarë zhvillimesh duhet sjellim për ta provuar këtë para edhe atyre të cilët nuk kanë informuar dhe të na ndjekin nga Amerika apo nga diaspora shqiptare në vende ndryshme të botës. Po, ju përshëndes Tedi dhe është vërtet kënaqësi për mua si publicist me përvojë për televizionin nacional online, po për gjithë shikuesit e Albanian Community TV në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Evropë dhe kudo që debatojmë për këtë situatë politike në të cilat është përfshirë Shqipëria, sigurisht që zhvillimet e fundit, po themi në oborrin e qeverisë shqiptare, siç ishte edhe ngritja e akuzës së Spakut ndaj zëvendës kryeministres të qeverisë Shqipërisë, qeverisë socialiste të Shqipërisë prej 13 vjetësh, Belinda Balluku, dhe akuza mjaft të rënda, për korrupsion, për prishje të garës në tendra, për friksim të dëshmitarëve, për prishje të provave të tjera që ka detyruar Spakun që të kërkojë heqjen e imunitetit me qëllim arrestimin e saj, dhe kjo mund të jetë, po themi, dominoja e fundit të kësaj qeverie që konsiderohet gjerësisht këtu në Tiranë, jo vetëm nga opozita dhe të pakënaqurit ndaj kësaj qeverie, por edhe nga pjesa intelektuale, akademike, njerëzit që i vëzhgojnë, por edhe qytetarët që gjatë këtyre viteve nuk kanë qenë shumë të përfshirë për shkaqe të ndryshme në zhvillimet politike dhe në protesta, dhe mendoj që pas ndryshimeve që kanë ndodhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ardhja administratës tre, e cila tashmë i ka hequr atë mbështetje që konceptohej këtu në Tiranë për qeverinë e majt ish komuniste, dhe sidomos pas akuzave të njëpasnjeshme të prokurorisë speciale të Tiranës ndaj disa ministrave të kabinetit Rama apo drejtuesve të lartë, siç ishte Akshi, Agjencia Kombëtare e Informacionit e tjerë, ku kanë hedhur dritë abuzime të jashtëzakonshme me taksat, me financat publike, dhe kjo mendoj unë që e ka gjetur të pa argument qeverinë Rama dhe kryeministin Rama, dhe me drejt konsiderohet si pika më ulët e kësaj qeverie të gjatë 13 vjeçare, e cila deri tani ka injoruar opinionin publik, opozitën, institucionet ndërkombëtare, dhe në një farë mënyrë ka krijuar atë mitin e pathyeshmërisë, e mostërheqjes, e arrogancës dhe të, si të thuash, të ndërtimit të një propagande që e ka bazuar kryesisht tek faktori ndërkombëtar, i cili besoj gradualisht është duke zbuluar se qeveria e Shqipërisë është një qeveri e përfshirë në korrupsion, dhe se do duhet që protestat qytetare ta vënë atë përpara përgjegjësisë. Dhjetori në përgjithësi në Tiranë ka të johonën e lëvizjeve të mëdha studentore antikomuniste të vitit 1990 që çuan në rënjën në një regjimi njëpartjak dhe regjimit të vetëm ndoshta stalinist në Evropë, dhe përgjithsisht gjen inspirim jo vetëm tek urrëtia ndaj papunësisë, ndaj çmimeve të larta, ndaj korrupsionit të përfshirë thuajse dhe të përhapur në çdo zyrë, çdo sportel qeveritar, por sidomos akuzat e fundit të cilat i ka ngritur gjykata prokuroria speciale,
e ka bërë të nevojshme përfshirjen e qytetarëve shqiptarë në protesta dhe ajo që paralajmërohet të hënën 22 dhjetor mendohet që do të jetë një protestë e fuqishme qytetare, paqësore, siç thotë kryetari i opozitës dhe i PD-s Sali Berisha, dhe edhe ne si qytetar, aq sa kemi ndikim, i bëjmë thirrje që qytetarët e Tiranës dhe të Shqipërisë të marrin pjesë në këtë protestë dhe të detyrojnë që majoranca të jap fund lëvizjeve taktike, përfitimit të kohës, të shtyrjes së heqjes së imunitetit të zëvendës kryeministrës dhe ndoshta gradualisht të shkojë edhe tek kreu i qeverisë së majtë socialiste ish komuniste. Pse duhet Partia Demokratike të protestojë me logo? A ka luksin një parti që është në opozit prej shumë vitesh të protestojë me logo, sepse kur proteston me logo lë jashtë shumë persona. Ndërsa ku bën protesta qytetare mund të angazhohen edhe persona që kanë qenë pjesë e elektoratit të zonës gri ose subjekteve politike opozitare që nuk kanë qenë në koalicion me PD-n. Pra është e shëndetshme kjo lloj proteste me logon e PD-s dhe a e ka PD-a këtë lloj luksi, se kjo është luks të bësh ndarjen në opozitë? Po, nuk ka mbetur një formë tjetër që nuk është shfrytzuar. Partia Demokratike pas gati 7 muajsh të zgjedhjeve të 11 majit ka hyrë në procesin e një analize, por edhe të protestave të fuqishme. Dhe gjatë saj periudhe kur dukshëm u pa që zgjedhjet e përgjithshme apo parlamentare apo kombëtare u manipuluan si rezultat i friksimit, i përdorimit të fondeve publike, i përdorimit të bandave, i përdorimit të aseteve publike, që u përshkruan edhe në raportin e OSBE-Odiri, pra duke i qartë që procesi zgjedhor ishte një farsë dhe ishte një proces i manipuluar me 83 apo 83 mandate. Pra, kjo periudhë ishte shumë e favorshme për aktorët qytetarë, për organizatat jo qeveritare, për shoqërinë civile, për partitë e vogla, të cilat në të vërtetë dështuan për të bërë organizime të natyrës së protestave qytetare, paqësore e tjera. Dhe për fat të keq Shqipëria ka një shoqëri civile thujse apatike dhe të pandjeshme, megjithëse merr fonde të konsiderueshme nga institucionet ndërkombëtare, kryesisht të Bashkimit Evropian dhe të institucioneve të Bashkimit Evropian. Përgjithsisht lëvizjet qytetare kanë dështuar dhe në këtë mënyrë edhe partitë e vogla nuk kanë mundur që të imponohen qytetarëve shqiptarë me protesta për jashtëtim të disa lajmërimeve të vogla që nga data 8 dhjetor që bën protestat një parti e vogël, Shoqëria Bëhet, apo një protestë me 100 veta të partisë Mundësia dje përpara parlamentit. Pra, duket që e vetmja forcë, domethënë apo edhe historikisht këto 2-13 vitet e fundit që ka organizuar, që ka bërë protesta të fuqishme nga viti 2011, 2021 në vazhdim dhe me nga 150.000, 100.000 protestues në sheshin Skënderbej dhe para kryeministrisë. Pra, edhe tani me gjithë dëshpërimin, me gjithë apatinë, me gjithë pakënaqësitë të mëdha që ekzistojnë tek mbështetësit e Partisë Demokratike, votuesit e saj, që shkojnë rreth 600.000 votues, paktën kjo shifër është konfirmuar me 11 maj. Mbetet vetëm Partia Demokratike një forcë politike e cila mund të grumullojë njerëz dhe të mbushë bulevardin Dëshmorët e Kombit apo sheshin Skënderbej. Pra, kjo është edhe arsyeja sepse Partia Demokratike detyrohet që të bëjë thirrje si subjekt politik, si partia kryesore e opozitës, me logon e saj, me flamorin e saj dhe me sloganet e saj. Pra, në një farë mënyrë Partia Demokratike ka mbetur e fundit për të dalur në ring dhe për të mbledhur njerëzit. Ndoshta më vonë mund të ketë edhe lëvizje tjera qytetare, por djerë tani ato nuk kanë pas mundësi, nuk kanë dëshmuar forcë, por ka një mirë arsye, pjesa më e madhe kanë qenë të lidhura me qeverinë, me tendrat e qeverisë, siç po duket tani edhe nga raporti prej 11.000 faqesh i SPAK-u ndaj ish-kryeministrit, duket se disa media kanë marrë fonde që shkojnë deri në 900 milion lekë apo edhe më shumë. Pra, në një farë mënyrë qeveria ka bler mediat, ka merr zërin qytetar, oponencë, shoqërinë civile, për fat të keq edhe një pjesë të ndërkombëtarëve në gjithë këto 12 vite dhe
zëri qytetar ka ngelur i fashitur dhe gjerë tani populli shqiptar ka bërë një opozit duke u larguar nga Shqipëria, pra si e vetmja formë e pakënaqësisë ndaj kësaj qeverie të korruptuar dhe të përfshirë nga njëri skandal në tjetrin. Pra është një qeveri e cila tashmë në rastin e zëvendës kryeministres është guri i fundit i dominos, e cila po të bjerë edhe kjo qeveri do të bjerë. Të pyes pak sepse unë pra kur një punonjës, të marr pak një shembull tani. Kur një punonjës policie bie në detyrë, quhet dëshmor, apo jo? Ky është titulli që kemi vendosur. Pra teknikisht, nëse një punonjës policie bëhet me krimin, quhet tradhtar i kombit. Se nëse ai bie në detyrë quhet dëshmor, do të thotë që kur bëhet me krimin duhet quhet tradhtar. Apo jo? Tani, çfarë mendimi duhet të kem unë kur policia e shtetit, dëgjojmë, pra flasim për rastin e Akshit, kur policia e shtetit del dhe merr peng një sipërmarrës për ta detyruar atë për të dalë nga tregu. Po e marr rast të përgjithshëm, nuk po hy akoma në detajet e rastit specifik. Pra çfarë shpresë duhet kemi ne kur shohim këtë gjë të ndodh? Sigurisht kjo nuk është e iniciuar nga ata policë ose nga ata individ që kanë shkuar me uniforma dhe e kanë bërë. Kjo është iniciuar nga lart, lejohet nga lart. Dhe unë këtu me të drejtë them që ne drejtohemi nga tradhtar kombëtar. Por nëse ne drejtohemi nga tradhtar kombëtar, unë nuk di që tradhtarët janë krahun ton. Pra teknikisht ne që kemi të pushtuar. Apo jo? A është kjo logjika? Ose ata nuk janë tradhtar. Tani, ne jemi rastin e një vendi të pushtuar, pra. Çfarë shpresë duhet të kem unë si qytetar i Republikës së Shqipërisë, pra çfarë mendimi ke për shpresën dhe si duhet të reagojnë qytetarët e Republikës së Shqipërisë për sa i përket drejtësisë, pra Spakut, i cili ka kërkuar heqjen e imunitetit për Belinda Pallukun, kemi akuzat e reja ndaj drejtoreshës së Akshit, pra kemi disa lëvizje të Spakut në një vend të pushtuar. Si duhet ta mbrojmë ne strukturën e drejtësisë që të funksionojë në mënyrë efikase dhe produktive, kur ajo strukturë e drejtësisë është vetë në një shtet të pushtuar? Çfarë mendimi keni për këtë rast? Duke mund të më merrni edhe pak shembujt e lëvizjeve të reja. Janë dy procese. E para është përdorimi politik i policisë në zgjedhje dhe organeve të tjera të drejtësisë, kur kryeministri u bën thirrje policëve që hiqni kapelet e mbledhni vota për Partinë Socialiste, është një rast i pashembullt në botë. E dyta, përfshirja e policisë dhe strukturave të policisë e drejtuesve të policisë në këtë rast. Pra bëhet një dallim nga policët e thjeshtë, nga mira policët e tjerë, të cilët janë qytetarë, po kaq të varfër, saqë është edhe pjesa kryesore e qytetarëve të Shqipërisë apo njerëzve të opozitës shqiptare. Por duket qartë që një pjesë konsiderueshme e krerëve të policisë kanë qenë të inkriminuar, kanë qenë të rekrutuar nga trafiqet e drogës, nga kartelet e drogës, biles edhe njërin nga zëvendës drejtorët e policisë të Tiranës në rastin e Akshit është ndaluar me burg, si përfshirë në kresënimin e rivalëve politik të tendrave të cilat ishin përsaktuar për qeverinë. Pra e para është përdorimi politik, përdorimi ideologjik, dhe tjetra është pra rekrutimi i eksponentëve të saktuar të kësaj policie nga krimi organizuar, nga kartelet e drogës e tjerë, të cilat kanë blerë votat sistematikisht të Partisë Socialiste. Partia Socialiste në përjashtimin e vitit 2013 asnjëherë nuk ka fituar me vota dhe thjesht i është imponuar nëpërmjet friksimit, nëpërmjet blerjes së votave, nëpërmjet favoreve të punës, punësimit, përkrahjeve të ndryshme dhe tashmë ato dihen në mënyrën. Dhe tjetra është se organet e drejtësisë, kryesisht të Spakut, në lëvizjet e fundit janë përkrahur edhe nga opozita, sepse ata kësaj radhe janë dalur tek zëvendës kryeministre, e cila është konsideruar gjërësisht si një nga eksponentet e drejtimit të korrupsionit, duke patur edhe një, si thosh, jo vetëm zëvendës kryeministre, por Ministrinë e Infrastrukturës dhe të Energjisë, e cila tenderon 80% të buxhetit të Shqipërisë dhe mendohet që gjatë viteve që ajo ka drejtuar këtë sektor të rëndësishëm, ka drejtuar disa 10 miliardë euro që për buxhetin e Shqipërisë janë
shumë të rëndësishme. Pra, aktualisht Partia Demokratike dhe Zoti Berisha dhe eksponentët e tjerë kanë përkrahur ta zënë urdhër arrestin e lëshuar nga Dritan Preçi, një prokuror i speciale sapo dhe nga drejtuesi i ri i SPAK-ut Klodian Brahu, i cili ishte dje në Komisionin e Mandateve dhe e mbrojti kërkesën për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministrit, jo vetëm që ajo ka kryer disa krime të rënda, ajo është zgjeruar edhe më tej, pra nuk është ndalur vetëm te njëri lot i Junazës Tiranës apo tek tuneli Llogaras apo pra në rreth 40 vepra të tjera të cilat SPAK-i ka argumentuar që ajo është në gjendje jo vetëm që të prish provat, të manipulojë dëshmitarët, por edhe t'i freqësoj. Pra tani ka një qëndrim edhe opozita ndaj SPAK-ut dhe faktikisht SPAK-u duhet mbështetur që të bëjë të mundur largimin e kësaj qeverie në mënyrë paqësore dhe në rast se SPAK-u ja del që kryeministri i Shqipërisë të ndalohet në burg dhe të përballet përpara drejtësisë me akuzat e ngritura ndaj saj dhe ne vijmë ngren edhe akuzat ndaj kryeministrit pasi jo vetëm analistët, po duket që edhe ai raporti i madh me 11.000 faqe në USB që ju dorëzuhet dje Komisionit të Mandateve në Parlament, duket që një pjesë të madhe të tyre është i përfshirë edhe kryeministri. Dhe rënja e zëvendës kryeministres kësaj radhe do të çojë edhe tek rënja e kryeministrit. Mirë do ishte që nëpërmjet mjeteve ligjore dhe juridike të bëhej të mundur largimi i kësaj qeverie, e cila nuk bazohet në votat popullore dhe në mbështetjen popullore siç është përpjek për ta paraqitur, por në votat e blerat, manipuluara, marrë me 1.000 mjete të palishme dhe jo demokratike, dhe mos e çoj vendin drejt trazierave, sepse aktualisht vërtet në Shqipëri është i vetmi vend i botës që s'ka lëvizje studentore prej disa vitesh. Është i vetmi vend i botës që nuk ka lëvizje sindikaliste, pra vetëm në vendet sistemet totalitare komuniste që atje nuk ka sindikata pavarë, por ka bashkime profesionale modeleve sovjetike që kanë vetë. Pra nuk ka një lëvizje qytetare dhe është i vetmi shtet në Evropë që nuk ka një lëvizje qytetare, nuk ka një lëvizje jashtëpartiake e tjerë. Por pra në rast se SPAK-u dhe drejtësia e re, pra me mbështetjen që po merr edhe nga opinioni publik, të cilin e ka patur vazhdimisht, por tani edhe nga opozita, do të bënte të mundur qëndrimi i pushtetit në Shqipëri të bëhej nëpërmjet mjeteve juridike dhe politike dhe jo të çonte në traziera të cilat pastaj edhe mund të dilin jashtë kontrolli, si në vitin 97 apo në raste të tjera të ngjashme. Unë para se të jap pak një përgjigje për këtë, do doja njerë të veja theks mbi diçka, një stip thirrje për të gjithë popullin shqiptar, të cilët duhet kuptojnë se sigurisht drejtësia ka plot të meta, por drejtësia ka nevojë për përkrahje që të kryejë punën e saj. Sepse dhe ata prokurorë, të cilët mund të marrin guximin dhe të bëjnë një hap para, jashtë asaj vijës së kuqe, pa të marrin guximin dhe të marrin në mbrojtje një person që ta binin të tregojë, Erion Velian për shembull, ose të marrin guximin të çojnë përpara një çështje e cila nuk është prekur dhe është mbajtur në hije. Këta kanë pak ekziston nevoja për një marrëdhënie reciproke me popullin shqiptar. Populli duhet mbrojë drejtësinë. Në ka një rast ku qytetarët duhet të reagojnë më masivisht dhe në mënyrë më agresive është kur pushteti kërcënon gjykatat ose SPAK-un. Pra kur kryeministri i bën presion një gjykate ose i bën presion një strukture e cila mbron drejtësinë, çfarë do qoftë ajo, ai është momenti ku duhet ketë reagimin më të ashpër dhe më të pafalshëm. Qoftë me protesta, qoftë me raportime, qoftë me persona të pavarur, populli ka plot burime, ka plot potenciale, ka dhe avokat, ka prokuror, ka persona të pavarur, ka shqiptar të mërgatës, ka shoqata që janë jashtë Shqipërisë, ka opozitën brenda vendit, ka mundësinë për protesta, ka mediat që janë kundër pushtetit. Pra gjitha këto duhet të reagojnë sa më agresivisht nëse preket drejtësia. Sepse nëse ne kemi një farë progresi, sepse deri më dje politikanët as nuk i hapin telefonin prokurorëve. Pa nuk është më njësoj. Por nëse kjo drejtësi dështon, nëse dështon edhe drejtësia, atëherë ne jemi në luftë civile. Se nuk ka tjetër gjë, nuk ka më zgjidhje tjetër.
Nëse nuk ti mbetet arrin një të mjet kërcënosh dhe gjykatën kushtetuese, nëse ti arrin të kërcënosh çdo lloj institucioni të drejtësisë, atëherë luftë civile. Pa kjo është shpresa shansi i fundit, pa kaluar në raste ekstreme. Pastaj janë dhe rastet ekstreme ose janë rastet ku vendi vazhdon në diktaturë dhe nuk ndodh asgjë. Ekziston edhe ky shans, sepse në fund ditës që ka degraduar çështja direktu është faji jon. Dhe përdesa ne e kemi lënë çështje të degradoj direktu nuk është një çudi e madhe që trim kështu, sepse kështu po shkon kjo punë. Por tani kjo mbetet për tu parë. Unë bëj thirrje për reagim. Tani për sa i përket folëm pak për SPAK, unë kam një pyetje nga regjia. Për ju. Po çfarë për çdo pyetje, për çdo gjë, domethënë. Nga regjia më erdhi në celular. A mendon se Partia Demokratike ka ndryshuar qëndrim ndaj SPAK-ut pas zgjedhjes së Brahos? Pra si ka ndryshuar qëndrimi nga tranzicioni nga Dumani te Braho? Si dhe a ka ndryshuar një? Po, unë mendoj që ka ndryshuar pasi kemi parë deklaratat e zotit Berisha që e ka mbështetur prokurorin Preçi për guximin qytetare profesional që ka treguar, po kështu edhe disa eksponentë të Partisë Demokratike si Oert Bylykbashi apo Gaz Bardhi që kryetari i grupit parlamentar. Pra, nëse tradicionalisht retorika e Partisë Demokratike ndaj SPAK-ut ka qenë si një vegël e Edi Ramës për shkak të arrestimit të ish presidentit apo ndalimit dhe arrestit shtëpiak të liderit demokrat Sali Berisha apo ndaj disa qëndrimeve të tjera, duket që ardhja e zotit Braho, domethënë ka radikalizuar qëndrimet e SPAK-ut edhe ndaj qeverisë dhe duket që pra abuzimet e qeverisë janë kaq të mëdha, kaq të dukshme, pra nuk ka nevojë të jesh prokuror, mjafton të jesh një qytetar i Tiranës dhe e dinë se si janë ndërtuar kulla, si janë ndërtuar gradaçela, si janë bërë kompani të mëdha, se si zurt për herë të parë në historinë e njerëzimit drejtorët e një institucioni bëjnë kompani private dhe japin vetes tendrat, siç është Bashkinë e Tiranës apo në Ministrinë e Infrastrukturës e tjerë. Këto janë raste pa shembulla që nuk kanë ndodhur as në diktaturë, as në tranzicion, as demokracitë liberale. Është rast i rrallë kur vetë funksionarët e shtetit dhe të qeverisë i përdorin për të ardhurat e tyre private, taksat, tatimet dhe të ardhurat civile në fundit publik. Pra, që të themi, gjerë tani, PD-ja ka qenë skeptik, por me ndryshimet e fundit, retorika e Partisë Demokratike ka ndryshuar dhe ata janë duke inkurajuar edhe SPAK-un, edhe prokurorët të cilët kanë ngritur çështjet ndaj Ballukut apo ndaj Akshit, ndaj drejtores së saj, që është një tjetër rast i pashembull në historinë e Evropës për mënyrën se si vidhen disa qindra milionerë në protestin e tendrave sekret, disa gjëra të pa para. Pra, kjo retorik ka ndryshuar, Partia Demokratike është duke e mbështetur dhe është duke pritur prova se sa SPAK-u dhe prokurorët e saj, edhe drejtuesi i saj do të qëndrojë presionit që thatë ju të kryeministrit, i cili thuaj se e ka nxjerrë gjykatën kushtetuese jashtë funksionit të saj, që në rastin Xhaçka të ish deputetës Xhaçka që nuk e mori parasysh rekomandimin e gjykatës kushtetuese për heqjen e imunitetit dhe daljes para drejtësisë, por duket që ndryshimet në Shtëpinë e Bardhë, ardhja e republikanëve amerikanë ja ka heq atë vetë sigurinë dhe arrogancën e tepruar që kishte zoti Rama vetë edhe ministrat e tij, të cilët e përçan opozitën, e kaluan 4 vjet një kalvar të rebelimit të brendshëm, të kundërvënies, njëri kishte vulën, tjetri ndërtesën, tjetri logon dhe në një farë mënyrë në vend që Partia Demokratike të arrinte potencialin më të madh politik në luftë kundër kësaj qeverie që është e tëra jo legjitime, ajo në fakt u përfshi për një kohë të gjatë me problemet e saj dhe kjo lloj lufte dhe stimulimit të brendshëm prapë përpiqet mazhoranca për të krijuar, por tashmë antarët e Partisë Demokratike, njerëzit e kanë kuptuar që një nga arsyet e qëndrimit në pushtet gjatë asaj periudhe është edhe fragmentizimi, ndarja, copëzimi, segmentizimi i Partisë Demokratike,
e cila duhet ditur nga populli shqiptar, siç e thatë edhe ju, nga qytetarë, pra nuk është që Partia Demokratike do vi kështu siç është me rastin e rrëzimit të qeverisë Rama. Edhe vetë zoti Berisha dhe eksponentjerë janë duke bërë thirrje që të largohet kjo qeveri, të krijohet një qeveri teknike me besueshmëri të gjerë dhe barazlarguar nga të gjithë aktorët e fuqishëm politik, në mënyrë që të përgatiten kushtet për një proces zgjedhor të rregullt, ashtu siç bën kudo në Evropë dhe kudo në botën demokratike. Pra nuk është që Partia Demokratike tani është duke thënë që na mbështesin ne të zojmë qeverinë dhe të shkojmë kështu siç jemi. Zoti Berisha ka paralajmëruar tani në mënyrë të përsëritur se do ta hap Partinë Demokratike, do të thrasë njerëz eksponentë të shquar nga diaspora, nga shoqëria civile, nga jeta akademike, universitare, nga të rinj të konfirmuar në Shqipëri, por edhe në diasporën shqiptare, në mënyrë që t'i jap Shqipërisë një brez të rinj politikanësh të cilët do të bëjnë të mundur që një farë mënyrë ta nxjerrin Shqipërinë nga kjo knet ku ka rënë dhe nga ky batak që ka krijuar një mungesë shprese, një dëshpërim total në shoqërinë shqiptare, e cila besoj dhe shpresoj që duke filluar nga protesta e 22 dhjetorit të bëjnë një hap drejt konfirmimit se kjo shoqëri nuk është e vdekur, nuk është e shuar, nuk është e nënshtruar, nuk është krejt e pa shpresë edhe kur vidhet, edhe kur rrifet, edhe kur keq trajtohet, edhe kur nuk i numërohet vota, edhe kur akademikët, profesorë, studiuesit i lënë pa punë dhe janë mbush zyrat e shtetit me kriminalë, me njerëz të paftë, me njerëz të spektrit të krimit të organizuar. Dhe thuaj se në çdo zyrë të këtij shteti, rast se bën një investigim sa do të thjesht nivel drejtore lart, të gjithë kanë pas një kartel droge, jo vetëm deputetët, jo vetëm por edhe zyrtarët e këtyre niveleve. Pra është një nevojë e rindërtimit të demokracisë në Shqipëri dhe demokracia të mos kthehet më siç është kthyer në një fjalë mashtruese, ndërtimit të besueshmërisë tek aktorët politikë dhe të partitë politike dhe në fund ka ardhur koha që vetë populli shqiptar të zgjedhë udhëheqësit e saj. Gjë tani nuk i ka zgjedhur. Dhe kjo është edhe drama më e madhe që po kalon shoqëria shqiptare, siç është shpërngulja e popullit, siç është inekzistenca e ndikimit politik. Ju thatë që Sali Berisha nëpërmjet Partisë Demokratike ka bërë thirrje për angazhimin e personave të rinj të fushave të ndryshme nga Mërgata. Pra Mërgata, një pjesë e madhe e profesionistëve këtej nuk janë shumë të angazhuar me qëllimet e fundit politike në Shqipëri. Pra arsyeja se si Mërgata mund dali kundër qeverisë është me argumenta parimor të përgjithshëm, një pjesë e madhe, jo e gjitha, ka persona të informuar, po pjesa më e madhe është e pa informuar. Në miliona shqiptarë që janë jashtë, në 1.6 asa janë që kanë të drejtë vote. Siç ishte edhe votimi i diasporës, se gjysma se morën vesh. Dhe për këtë arsye, diaspora mund të reagojë me argumente të tipit, duke qenë në Amerikë dhe në vende të ndryshme të botës, duke marrë aroma të ndryshme demokracie të botës, diaspora logjikon dhe thotë valla, një person të rrit 16 nuk është normale. Pra për kryeministrin. Në bazë argumentave të tjera të përgjithshme mund të reagojë dhe pa i ditur gjërat më detaje. Por tani ka një problem këtu. Sa pesh zë kjo fjalë në gojën e Sali Berishës. Pra PD-ja ka persona shumë të ndershëm brenda, të cilët po ta bëjnë këtë thirrje, unë ua kuptoj. Po sa mund të thotë Berisha diasporës po i rri një njëti person për 16 viteve? Pra Berisha nuk mund ta thotë të gjë. Është i vetmi politikan që nuk mund ta thotë të gjë. Domethënë edhe Krishti tjetë, nuk mund ta thotë dot këtë gjë, sepse ka bërë vetë një të gjë. Pra PD-ja ka nevojë për një ndryshim. Ato janë 9 persona që po thrasin për arsye se Rama po rri për 16 viteve. Pa sa pesh ka kjo në sytë të diasporës, ose unë për shembull, unë jam i djathtë. Unë jam i djathtë dhe konservator. Jam totalisht kundër asaj qeverie. Besoj se partitë opozitare kanë persona shumë të ndershëm, dua të angazhohem dhe më dalin kryetar të këtyre partive dhe më denoncojnë raste të cilat kanë nisur nga koha e vet atyre. Sepse ata oligarkë që ne flasim, ata persona që kanë influencuar këtë politikë, nuk kanë dalë në 2013. Shumë emra kanë 30 vjet që janë në atë vend. Tani, sa besueshmëri duhet të kem unë kur dëgjoj këta persona dhe në fund ditës, unë që jam i ndërgjegjshëm për politikën, unë ditë reagoj. Po një
emigrant i cili nuk ka vedije politike, nga ky lloj informacioni shtanget dhe ç'a bën nuk voton fare. Dhe dalim me 199.000 kusur, po themi 200.000 vota nga diaspora, me mbi 1.6 milion me të drejtë vota. Pse? Për kësaj arsye. Unë e kuptoj që unë mund të votoj në një mënyrë inteligjente për të decentralizuar pushtetin. Por jo, ai që nuk ka shumë informacion, thot, jo më vëlla, shiko që thot njëri, shiko që bën tjetri dhe ngeret pa votuar. Tani si mund ta bëjmë ne diasporën të reagoj kur ne nuk po arrim dot të japim shembuj të rinj brenda vendit ton, brenda partive tona të djathta që ne supozohet të besonim, të cilat sot po dalin me shumë persona të zhgënjur. Pa dalin, thonë, nuk kanë filluar të humbasin shpresën dhe ata që e udhëhiqnin shpresën. Pa si shpjegohet kjo pjesë dhe si duhet të reagojnë ose jo si shpjegohet, se si shpjegohet ka shumë pak rëndësi. Ajo që ka rëndësi është si duhet të reagojnë njerëzit dhe populli dhe antarët e partive të djathta ose qasa që duhet të kenë për ta ndryshuar këtë gjë, për shkuar jo drejt rotacionit, por drejt një ndryshimi që të paktën ketë kuptim, drejt personave të cilët do të fitojnë sërish respektin e popullit dhe do të zgjojnë sërish shpresën, pa cila do të jetë qasja e njerëzve. Dhe vetë votuesve të këtyre partive flas, jo kundërshtarëve, vetë votuesve të djathtë. Fillimisht, Partia Demokratike duhet hapet, duhet rinovohet, duhet të bëjë një hap pas një pjesë e këtyre politikanëve që tash 20 vjet kanë qëndruar në lista dhe askush nuk e di se çfarë mbështetje elektorale kanë, se duke hyrë gjithnjë në listat mbyllura në zonat sigurt. Kjo e ka bërë, si thua, elektoratin e djathtë që qëndroi larg, një pjesë e madhe të mos votoi, pra përveç problemeve të qeverisë, si ndodhen në një presion në një terror të vërtetë të pardonazhistëve të tjerë. Pra është nevojë jetike, rigjenerimi apo hapja apo ripërtritja e Partisë Demokratike në mënyrë absolute. Dhe ndoshta zoti Berisha këtë do ta fillojë që nga protesta e nesërme, që të rinovojë strukturën, Këshillin Kombëtar, kryesinë, departamentet, të thras atë që thatë edhe ju, kapacitetet intelektuale nga bota akademike, profesoriati, nga të rinj, nga njerëz të cilët nuk janë afruar tek Partia Demokratike sepse aty është një kast njerëzish që ka zënë rënë prej 30 vjetësh apo prej 25 vjetësh dhe këto i mban njerëz sikur ti apo sikur disa qindra të tjerë në Shqipëri apo në diasporë që do të kontribuonin. Pra kjo është shumë e rëndësishme. E dyta, hapja të mos jetë më si një slogan, siç është përdorur edhe këto 4 vjet për fat të keq, dhe kemi parë të njëjtën listë që kishte Lulzim Basha, tek rithemelimi, tek organizimi, pra nuk ka ndryshuar asgjë, veç Basha është jashtë, dhe kjo është një tjetër pikpyetje që kanë votuesit të gjatë që nuk kanë protestuar këto 7 muaj, apo edhe që mund të mos protestojnë dje, nesër, pas nesër dhe me 22 kur është data e protestave. E treta është që megjithëse thamë që do kemi hapjet ndaj diasporës, ndaj eksponentëve të rinj apo të vjetër apo të konsoliduar që duhen vinë, faktikisht asnjë nga diaspora nuk është përfshirë në këtë moment. Dhe Partia Demokratike do të ketë një listë njerëzish, ata që pranojnë, sepse jetosh në Amerikë apo në Gjermani apo në Zvicër dhe të lësh një komoditet, një punë e tjerë dhe të vish të hysh në moçalin e politikës shqiptare është një sfidë që pak mund ta pranojnë, por Partia Demokratike mund t'i thas edhe të thotë që po, ja ku i kam 133 nga shqiptarë nga diaspora të shkolluar, të mirë shkolluar që kanë përvojë punën, biznesa apo në jetën akademike apo në jetën shkencore e tjerë, këtë nuk e ka bërë dhe kjo nuk kushton asgjë, duhet bërë. Dhe tjetra është që vetë zoti Berisha, i cili është një udhëheqës tashmë i konfirmuar, ai domethënë mund të themi që ka kohën e fundit për të marrë këto vendime, për të hapur partinë, për të thirrë eksponentë të shoqërisë civile dhe jo më me slogane, jo më me fjalë, por me vepra. Këtë e pret elektorati i djathtë, këtë e pret shoqëria civile, këtë e pret jeta akademike, këtë e pret të gjithë të rinj që janë përfshirë në biznesin privat, kompanitë private e tjerë, por jo vetëm në Shqipëri, por edhe në emigracionin shqiptar, siç jeni edhe ju, një ri me një vokacion përcaktuar dhe me një vizion të qartë për vendin tënd. Pra,
Këto gjëra duhet i bëj Partia Demokratike, duhet i bëj Sali Berisha, rinovimin, rigjenerimin, freskimin, daljen me një ekip të ri, sepse nuk ka një ekip të ri, dhe pa një ekip të ri, pa një skuadër të re, nuk ka frym. Pra sepse nuk ka protesta, sepse nuk ka frym, nuk ka besim për ndryshim. Frymën nuk mund ta sjellin një grup njerëzish që sa do të mirë të jenë demokratë, qendrështar e tjerë rreth Sali Berishës, këtë e din tashmë edhe Berisha vetë besoj, po edhe ata që janë rreth tij. Pra nuk kam dëgjuar ndonjërin prej tyre të thotë që unë po jap dorëheqje tani dhe ja ku kam një listë njerëzish që po ja lë Partisë Demokratike kështu të angazhohen të rinj. Pra është një problem, sepse pastaj edhe vetë jeta demokratike brenda Partisë Demokratike duhet të ketë më shumë debate, duhet të ketë më shumë diskutime, sepse aq sa demokratike janë partitë në opozit, aq demokratike do jetë edhe nesër në qeveri. Pra kjo Partia Demokratike do të jap një shembull të qartë që është që beson tek debati, tek diskutimet, tek fryma e pluralizmit, të ideve, të mendimeve në mënyrë që të shkundet jo rradh parë partia, pastaj strukturat, pastaj edhe e bën për veti shoqërinë, duke filluar nga mbështetësit tu besnik që në këtë rast nuk kanë protestuar, nuk kanë dalë për këto arsye. Pra kështu që ideja jote është e drejtë, ka nevojë të jashtëzakonshme, jetike, që Partia Demokratike të hapet, të vinë kryesisht nga diaspora. Këtë e them jo si një analist, jo si profesor universiteti, si publicist, si politolog, që këto 35 vjet i kam shoqëruar, por ky është një mendim i përgjithshëm. Domethënë që këta që i kemi këtë rrotull na kanë zgënjur, kanë marrë një post, ja kanë kthyer shpinën e elektoratit, nuk pyesin, hyn nga listat e mbyllura, dhe kjo e ka mbyll, pra listat e mbyllura sjellin një parti të mbyllur, një mendim të mbyllur, një debat të mbyllur. Pra kjo do të hapet, sepse edhe ne që jemi deputet, jetojmë, konkurrojmë, shkojmë konferenca ndërkombëtare, botojmë libra në gjuhë të huaja, në 10 shtete e tjerë, kuptimin që pra jetohet jo vetëm duke qenë deputet, jo vetëm duke qenë në parlament. Këtë njerëz do ta kuptojnë s'pari ata njerëz që janë rrotull Partisë Demokratike në kryesi, në Këshill Kombëtar, në departamente. Pra është jetike, nuk vjen ndryshimi vet. Edhe këta që i thonë Sali Berishës, edhe kur ishte në ndalim shtëpi, edhe tani që na pri o udhëheq na çon fitore. Unë dhe brezi im nuk i kemi thënë këtë Sali Berishës. Ne kemi marrë nismat, krijimin e Partisë Demokratike në dhjetor 90-s, rrëzimin e bustit të Enver Hoxhës në dhjetor në shkurt të vitit 91. Pra nuk kemi pritur që Partia Demokratike të rrezikonte të dilte jashtë ligjit të tjerë, por studentët, intelektualët, studentë pas universitarë si që shahun, dhe kështu me radhë, e kemi mbrojtë në 97-ën, e kemi mbrojtë në vijim. Pra, lëvizja qytetare, lëvizja brenda Partisë Demokratike do të jetë e fortë, do ta shkundë partitë, dhe t'i kërkojë llogari. Jo thjesht për të shkëmbyer, për të usharë, për të përfshirë në sherrë kush janë, kush janë. Pra domethënë ajo sjellin ide, sjellin programe, të bëjnë një presion pozitiv që vetë partia domethënë të vihet në një lëvizje të rëndësishme, strukturore, intelektuale, në departamente, në vizion. Tani dëgjon, se nuk është problemi i opozita, por kur dëgjon 19 vetë kryesisi, nuk dëgjon kur një ide, një filozofi, një mendim, atëherë si mund të bindesh popullin e Tiranës që i ke një 30 universitete, i ke 300-400.000 studentë në shkolla, që një mediokër, një njeri pa kur çfarë kontributi as politik, as intelektual. Pra është e nevojshme ajo që i thatë edhe ju, përfshirja të rinjve të spikatur, jo sa më thënë 3 për 3, po 3 që shquhen fushën e tyre. Po, patjetër. Pra domethënë, unë kuptoj diçka këtu që është e nevojshme për konstruktivitetin dhe produktivitetin e një subjekti X politik që në rastin e Shqipërisë, në cilin populli Po, do t'ja përgjigje pyetjes sa. Pra, ashtu siç jeni ju të rinjt shqiptar në migracion, diasporë, sidomos në Shëba, sepse Shëbaja është vendi ynë alat, do të thonë që po, unë jam gati ta zëm, t'ja filloj shtirë, t'ja filloj 100.000 tjerë, thotë që po, unë jam gati që të prish çdo punë ta zëm në Shëba dhe të vit kontriboj për opozitën e Shqipërisë, domethënë për ta nxjerrë vendin nga ky batak. Dhe të ketë një lëvizje të kësaj natyre që po, ne do vim aty jo thjesht për të bërë deputet, jo thjesht për të bërë ministra nesër, që edhe kjo mund të ndodhë, një pjesë e tyre dhe do bëhen, dhe duhet të bëhen patjetër,
Pra që ne jemi gati që të vim edhe të shkojmë në zyrë Partisë Demokratike sanibrisht, të themi 130, po do vim, domethënë që nga janari vitit 2026 ne do vim dhe të kontribuojmë. Dhe ja, publikisht i thuhet ju keni vend për ne, keni nevojë për ne, jo. Doni të rrini në të batak që thatë ju dhe për 15-25, kemi jetuar 45 vjet në diktaturën komuniste dhe prapë kemi mbjetuar ashtu në për burgje, në për kampe, me censur, me represion e tjerë. Pra është një situatë shumë më kritike se dhjetori i vitit 1990 kur ndodhen ndryshimet e mëdha. Po, më falë të di se thjesht me ilustruar. Jo, është patjetër shumë e rëndësishme që këta personat mërgatës të kontribuojnë dhe një pjesë e tyre të jenë edhe përfaqësues. Po, kemi gati për ta, për të përfshirë. Sepse sigurisht do të nxitet edhe numri i votave. Sepse ata që jetojnë këtu, për shembull në Michigan, kanë besueshmëri tek persona që kanë kryer punë në komitetin e tyre. Pra ata kanë parë me sytë e tyre, ata kanë besim. Ata të New Yorkut kanë besim të New Yorkut. E kështu me radhë çdo shtet që ndodhet në mbar botën, dhe kur këta persona të shkojnë dhe kontribuojnë atje, sigurisht disa prej tyre do të hyjnë politikë dhe rrjedhimisht do të heqin edhe vota për të rritur numrin e votave të diasporës. Tani për ta në një konkluzion. Unë shoh që për të rritur produktivitetin dhe konstruktivitetin më maksimal, duhet që protestuesit si fillim të çohen dhe të reagojnë për partitë e tyre. Pra, konkretisht, nuk është PS-ja nuk e rrezon PD-n, PD-ja nuk e rrezon PS-n, PD-ja nuk e rrezon Shqipëria bëhet, Shqipëria bëhet nuk e rrezon PD-n, nuk rrezon PS-n. Pra votuesit e vet partive rrezojnë partitë e tyre. Njerëzit e ndershëm bën këtyre partive. Nëse PS-ja ka njerëz të ndershëm, ata të dalin por jose kundër partisë tyre. Shembull, nëse PD-ja ka njerëz ndershëm, të dalin por josojnë për atë që ndeshkon bëna partisë tyre. Nëse Shqipëria bëhet, nëse Lëvizja Bashkë, nëse Partia Mundësia, domethënë nuk e kanë vetëm me 2-3 partie, kanë me çdo lloj partie që ekziston. Pra kur njerëzit brenda një partie dalin dhe protestojnë të keqen brenda partisë tyre, kjo tregon e para kujdes për partinë, pra nëse kanë interes për partinë e tyre dhe e mbrojnë atë ide dhe atë bindje, do ta kritikojnë, sepse vllai kritikon vllain, dhe e dyta, kjo do të arrijë konstruktivitetin, sepse në fund të ditës, çfarë të thot kundërshtari, ti nuk e se do ta dëgjosh shumë, se ti kundër ti je. Ajo që një lider politik gjen më shumë janë vetë votuesit e tij. Tani të marrim një shembull, është si ti thot Rama Berishës hik. Do iki Berisha jo. Patjetër që jo. Ose ti thot Berisha Ramës hik. Por nëse personat e ndershëm bën këtyre subjekteve dalin dhe çohen dhe kërkojnë ndryshim, vetëm atëherë do të arrihet fitoria. Nëse ne arrijmë këtë shkallë të vetdijes, saqë të reagojmë në subjektet që ne besojmë, secili në partinë opozitare apo çdo lloj partie që mund të jetë ose që voton, ose që është pjesëtar, ose që është kontribues, ose që është aktivist etj. Nuk flas për personat që janë të blerë dhe të qitur. Ata janë tjetër muhabet. Tani me që jemi drejt fundit, do më thuash pak një konkluzion, po një konkluzion nxitës, që njerëzit nesër pas nesër dalin në protesta. Ne po të ishte sot ditë e mërkurë, unë do thoja nesër të njëjtën dilni për lëvizjen bashkë. Po të ishte sot ditë e njëjtë, do thoja nesër të premten dilni për protestat qytetare. Po të ishte sot e premten, do thoja nesër dilni për protestën e Shqipëria bëhet, që u bë sot. Sot që flasim është protesta e PD-s, e kështu me radhë. Çfarë konkluzioni mund ta thoni që populli çohet të reagojë, dalin protesta dhe të tregojë që aty sundon populli dhe pushteti është vetëm mjet në duart e popullit. Punon për popullin. Thirrja ime qytetare, si intelektual, si shkrimtar, si profesor universiteti, por edhe si njëri që ja ka kushtuar jetën demokracisë këto 35 vite dhe në kohë të këqija dhe në kohë të mira, ju bëj thirrje gjithë qytetarëve shqiptarë, jo vetëm ata që janë më afër opozitës djathtë apo Partisë Demokratike, por të gjithë qytetarët shqiptarë me parti, pa parti, apo edhe që identifikohen formalisht me të majtën qeverisë, që të dalin ditën e hënë të protestojnë, sepse kjo qeveri, kjo mazhorancë nuk na ka vjedhur vetëm parat, nuk na ka vjedhur vetëm financat, nuk i ka vjedhur vetëm rrugët që shemen apo të tendrave që nuk janë bërë kurrë dhe që kanë për prokurimet gjasme sekrete që kanë përfunduar në dyert dhe në xhepat e këtyre ministrave dhe njerëzve të tyre, po këta njerëz kanë vjedhur të armën tonë, të armën e fëmijëve tanë. I thonë 16 vjet në opozitë është gati një brez njerëzor dhe në një farë mënyrë
kjo shoqëri domethënë ka hequr dorë nga kërkimi i llogarisë, sepse edhe brenda partive në rast se hiqet kriteri i llogaridhënies, ajo parti domethënë shkon drejt shurjes, ndërsa kjo qeveri s'ka patur kurrë llogaridhënie. Dhe është momenti që ne bashkarisht, si lëvizje qytetare, të dalim ditën e hënë në orën 18 para kryeministrisë së Shqipërisë dhe të kërkojmë largimin e kësaj qeverie, dhënien fund këtij ngarqe, dhënien fund të shpopullimit të Shqipërisë dhe mungesës së shpresës për qytetarët shqiptarë, për fëmijët, për studentët, për të rinjt, dhe ta futim vendin në një proces demokratik i cili do të bëjë të mundur si nëpërmjet një qeverie teknike të realizojnë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Nuk ka mbetur tjetër zgjidhje, vetëm pjesëmarrjes qytetare dhe protestes qytetare. Atëherë jam pro kësajt, shpresoj që populli ynë të kuptoj se sa forcë ka. Kjo është e gjitha popullit, të kuptoj forcën që ka. Të kuptoj që po të çohet nuk është modele. Shqipëria nuk është e këtyre hajdutëve, nuk është e këtyre zyrtarëve që i bëjnë tendrat vetë dhe i vjellin vetë dhe bëjnë kompanitë vetë, nuk është e këtyre ministrave që kanë 500 apartamente, që kanë jate, pra që i kanë bërë duke vjedhur. Shqipëria është e shqiptarëve të Shqipërisë, shqiptarëve të Kosovës, shqiptarëve në hapësira shqiptare, shqiptarëve të emigracionit, sepse ne jemi një kombë emigrantësh, nuk kemi 3 milion shqiptarë jashtë Shqipërisë dhe që pra t'ja kthejmë Shqipërisë, shqiptarëve, qytetarëve shqiptar, patriotëve shqiptar, njerëzve që e duan Shqipërinë, familjen e zhvilluar dhe në miqësi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me vendet partnerë të Bashkimit Evropian. Të falenderoj shumë, patjetër që ndryshimi do të vijë vetëm nëse do të kemi një reagim masiv jo vetëm të shqiptarëve të brenda vendit, por edhe të mërgatës dhe shqiptarëve në treva të ndryshme. Në funditës unë gjithmonë besoj se edhe ata të cilët nuk kanë të drejtë vote në Shqipëri duhet të kuptojnë se po nuk qe mirë shteti am, nuk ka se të jenë mirë trevat, sepse duhet të ketë një shtet fort am që t'i mbrojë, ndaj dhe ata duhet bashkohen. Po. Një Shqipëri e korruptuar, një Shqipëri e brejtur nga klanet në pushtet që denoncojnë njëri tjetrin, njëri klan fut në burg tjetrën e tjerë, është e pamundur që të mbështesë interesin kombëtar në rajon, as shqiptarët e Lindjes Përshevës, as shqiptarët e Çambërisë, as shqiptarët në Maltezi apo në Maqedoni. Tiliridës, hapësira teknike. Pra, shqiptarët në rajon nuk duhet ta llogarisin Shqipërinë. Ne kemi parë që Shqipëria ka bërë Ballkanin e hapur, Ballkanin e mbyllur, miqësinë me qeverinë serbe e tjerë, duke anashkaluar interesat e shqiptarëve në Kosovë apo në Luginën e Përshevës e tjerë. Pra, ato që thatë ju, një Shqipëri e brejtur nga korrupsioni, nga krimi organizuar, nga bandat, nga kartelet tashmë që po ndalohen ndërkombëtarisht nga qeveria amerikane dhe institucionet amerikane, nuk mund të jetë kurrë një shpresë për emigracionin shqiptar dhe nuk mund të llogaritet kurrë nga faktori shqiptar në Ballkan. Pra, është koha që shqiptarët të zgjedhin vetë udhëheqësit e tyre. Dhe jo vetëm për korrupsionin, jo vetëm për demokracinë, por çmendim keni ju për çështjen kombëtare, si do zgjidhet faktori shqiptar, si do forcohet, si do bëhet një kom i zhvilluar në Ballkan dhe një faktor politik i rëndësishëm, sepse jemi defaktorizuar me këtë qeveri. Të falenderoj shumë për këto fjalë, gjithmonë i bëj thirrjen edhe komunitetit këtu, të mos harroj që po nuk qenë mirë shteti am, nuk janë mirë trevat. Kjo është fjalia. Shqipëria është e kapur. Vëllezërit tuaj shqiptarë që t'u ndihmojnë, duhet të kenë në dorë kë vend në pushtet. Jo të manipulohet vota tyre, jo të manipulohet zëri tyre, duhet të jetë i vërtet dhe institucionet të jenë jo të kapura. Nëse ai zë nuk është i vërtet, atëherë vëllezërit tuaj shqiptarë të Shqipërisë nuk i ndihmojnë dot juve të Çambërisë, të Iliridës dhe çdo lloj treve, të Malësisë, Sanxhakut dhe Dallaranisë. Tani, për ta mbyllur, do të falenderoj zotin Mujo Bushpapaj, që ishte këtu me mua në këtë intervistë. Shpresoj që njerëzit të ngrihen në protesta sa vjen më masive, sepse, siç tha edhe Mujo, Shqipëria është e shqiptarëve. Nuk është e disa pushtetarëve, të cilët janë tradhtar. Shqipëria është vetëm e shqiptarëve dhe do të mbetet e shqiptarëve. Ka përballuar vështirësi shumë të mëdha në të shkuarën, shpresoj që t'ia dali dhe për këtë vështirësi, sepse është vërtet një nga vështirësitë më të larta, është vërtet një luftë shumë e vështirë, por ne do të ecim para me besim, jo se është e thjeshtë, por se është më e vështirë të dorëzohesh sa të luftosh për vendin tënd dhe për adheun tënd. I bëj thirrje Mërgatës gjithashtu të reagojë sa më fort dhe në fund ditës dhe shqiptarëve të Shqipërisë të çohen dhe të reagojnë, sepse
Margata gjithmonë do të përgjigjet nëse e gëzon një thirrje e brendshme. Të falenderoj shumë, Muja Bushpapaj nga RTV Nacional dhe unë Tedi Mene nga emisioni Qëndrim në ACTV USA. Ju urojmë mbrëmjen e mirë, i shikojmë sërish në kohë tjetër. Ju faleminderit. Ju faleminderit, suksese.